Një përplasje e fortë mes Rozanës dhe Danjës, akuzat bëhen gjithnjë e më të rënda. Në shtëpinë e Big Brother, tensionet mes banorëve vazhdojnë të rriten dhe këtë herë në qendër të debatit ndodhen Rozana dhe Danja. Një diskutim i nisur fillimisht me tone të qeta, përfundon në një përplasje të ashpër mes tyre. Rozana e shikon Danjën me një vështrim sfidues dhe nuk përmbahet më. Ti nuk je një vajzë e ndershme, Danja. Të gjithë e dim se çfarë bën dhe si vepron këtu brenda. Mos u mundo të dukesh ndryshe, se e dim kush je në të vërtetë. Thot ajo me një ton të ashpër. Danja mbetet të shokuar nga fjalët e saj, por nuk e lë me kaq. Ajo i afrohet Rozanës dhe i thot me ironi, "Ah, Rozana, po flet ti për ndershmëri? Mos haro se edhe ti nuk je aq e pastër sa përpiqesh të dukesh. Kështu që mos u mundo të më ulësh mua, se nuk të shkon roli i moralistes." Debati sa vjen dhe përshkallëzohet. Banorët e tjerë ndjekin të habitur këtë përballje, ndërsa disa përpiqen t'i ndajnë. Rozana nuk ndalet dhe i drejtohet Danjës edhe më ashpër. Ti mendon se je e zgjuar, por e vërteta është që njerëzit si ti kapen shpejt. Nuk mund ta fshehësh më atë që je. Danja, tashmë e acaruar, i përgjigjet, ti po e bën këtë vetëm sepse je xheloze. Sepse unë jam më e vërtetë se ti. E ke problem kur të tjerët shkëlqejnë më shumë se ty, apo jo? Situata bëhet akoma më elektrizuese, ndërsa banorët presin të shohin nëse debati do të përshkallëzohet edhe më shumë. A do të ndalet këtu kjo përplasje, apo lufta mes Rozanës dhe Danjës sapo ka filluar?